Receta për sot, fileto peshku me perime në furrë. Atëherë, për përgatitjen e kësaj recete na duhet 1 kg fileto peshku, 2 karota, 1 qep e vogël, 1 spec e kuqe e ëmbël, 2 domate mesatare, majdanoz, kri, piper sipas dëshirës tuaj, 1 lugë miell, vaj. Unë përdor edhe pak qep të pjekur sepse më pëlqen shumë të hedh peshkut sipër, qumësh për të bërë salsën bechamel edhe pak gjalp. Si fillim, kemi lyer tavën me vaj ulliri, kemi hedhur perimet gjitha brenda, i marinojmë me erëzat tona. Unë kam hedhur te ky tas i vogël të gjitha bashkë, në mënyrë që ta kem më të lehtë për t'i hedhur. I përzijmë të gjitha bashkë që të marrin erëzat edhe kripën njësoj. Pasi kemi përhapur perimet në tavë, fillojmë me vendosjen e filetave të peshkut. Meqense unë kam goxha peshk, kam 1 kg, kam vendosur të përdor këtë tavën e madhe, në mënyrë që të kem hapësirë mjaftueshëm për të gjithë filetot. Vazhdojmë kështu deri në fund. Atëherë peshku është gati, e marinojmë përsëri sipër me kri, piper, vaj ulliri dhe e pyekim në furrë të parangrohur në 250 gradë për 15 minuta. Ndërkohë që peshku piqet, kam shkrirë pak gjalp, 1 lugë miell dhe po e skuq me gjalpin. Dhe shohim që mielli është tretur, shtojmë aty 300 ml qumësht. Dhe trazojmë derisa masa të trashet pak, të bëhet e njëjtë. Dhe në fund fare i hedhim edhe pak kryp. Atëherë salsa është gati, edhe peshku duket kështu. Tani e marrim të gjithë salsën e përgatitur, e mbulojmë filetot e peshkut me salsën komplet. Siç e shihni, tava është e gjitha e mbuluar me salsën që përgatita. Tani unë kam dëshirë të shtoj edhe pak nga këto qep të pjekura sepse i japin shumë shije peshkut. Tava është gati dhe e pjekim në 250 gradë edhe për 25 minuta të tjera. Dhe tava është gati për të shërbyer. Okej, peshku është gati.